bota sot është në kontroll. Ti tynë, se unë flasim për konspiracion, nuk ka konspiracion këtu. Ti kontrollohesh nga këto, çan këto se jo variablat, algoritmet. Pra ti ç'a bën? Ai që ka sot Facebookun apo ku diun TikTokun apo ka algoritme nëpërmjet të cilit. Ka shumë kontrollohemi ne, nuk e fikja unë e fik për shembull. Pap nëse jo, padyshim që është shumë e thjeshtë të kontrollohesh. Është shumë e thjeshtë që të kontrollohesh. Nuk është as pak e vështirë. Çështja është që kur zhvillimi të vjen me një shpejtësi kaq të lartë dhe lëm mbrapa të gjithë aftësitë e tjera, ka një disproporcion shumë të lartë. Kur lindi kompjuteri, aty do dal, aty do dal. Filluan të mallkonin, vdekshi, ju shpëpuni këtë tani e njëjta gjë. Aty do dal. E gjithë epoka, sa herë që ka ndryshuar, gjithmonë ka ardhur me refuzim fillestar, patjetër. Edhe kjo do të ketë gjithashtu refuzimin e vet. Por kur vjen në mënyrë graduale, të gjithë ne bindemi për çfarë po na vjen. Se graduale ka 40 vjet filmi që ka dalë. Filmi që ka dalë e ka thënë atje, inteligjenca artificiale do fitoj luftën me robota. Dhe ama zhvillimi i inteligjencës artificiale në 5 vitet e fundit të erdhi shumë më shpejt se ç'kishe mundësi të zhvillohesh ti.